Artistja shqiptare Dua Lipa në një intervistë për revistën Rolling Stone në Amerikë nuk ka lënë pa përmendur edhe vendlindjen e saj Kosovën. Ajo ka folur për periudhën kur u transferua në Kosovë, si dhe momentet e tmerrshme që prindrit e saj kishin përjetuar nga serbët, duke u detyruar të largohet për në Mbretërinë e Bashkuar. Revista amerikane gjithashtu ka dhënë informacione edhe për gjyshin e saj, historianit Sejit Lipa, i cili dikur ishte edhe drejtori i Institutit të Historisë në Prishtinë. Dua ka kujtuar se si gjyshi i saj u pushua nga puna nga serbët. Kjo pasi nuk pranoi të rishkruante duke falsifikuar historinë, ashtu siç kërkuan ata. Gjyshi im nga ana e babait po shkruante libra për gjithçka që po ndodhte. Kur ndodhi okupimi, forcat serbe kërkuan që ai të rishkruaj historinë. Ai nuk pranoi dhe ai humbi punën e tij. Kështu që është pjesë e asaj që unë jam dhe qëndroj pranë gjërave në të cilat besoj, ka thënë Dua Lipa për Rolling Stone. Ndërsa luftrat u shtuan, prindrit e Dua Lipës u larguan nga universiteti, babai i saj ishte pjesë e grupit të rock të quajtur Roda dhe po studionte stomatologji, ndërsa nëna e saj po studionte për drejtësi. Ata më pas u vendosën në një komunitet të refugjatëve të Kosovës, që ishin bashkuar në Camden për të shpëtuar dhunës në vendlindje. Si shumë emigrant, ata humbën jetën profesionale dhe do të duhej të punonin në bare dhe restorante, duke mbajtur shpesh punë të shumta dhe duke ndjekur shkollën natën. Dua Lipa, emri së cilës do të thotë dashuri në shqip, lindi 3 vite pas lëvizjes së saj. Në moshën 9 vjeçare, ajo filloi të kalonte të shtunat e saj në shkollën e teatrit Sylvia Young, në të cilën kanë shkuar edhe emra të tjerë të njohur si Rita Ora, Tom Fletcher dhe Amy Winehouse. Një mësues muzike në këtë shkollë i kërkoi asaj të ngrihej dhe të këndonte. Më pas, ai dërgoi Lipën në një klasë më të përparuar, një që ishte plot me adoleshent. Unë u tmerrova, por ai ishte personi i parë që më tha se mund të këndoja, kujton Dua. Lipa u rrit duke e ditur se Londra ishte vendlindja e saj, por nuk ishte në të vërtetë shtëpia e saj. Me situatën e refugjatëve, njerëzit nuk e kuptojnë që njerëzit nuk do të largohen nga vendi i tyre nëse nuk do të kishin nevojë. Plani ishte gjithnjë të ktheheshim në Kosovë dhe pastaj arrita atje. Unë isha vajza shqiptare që fliste shqip me një theks anglisht, por ajo dëshironte të kthehej në Londër në klasat e muzikës dhe mundësitë më të mëdha që ndjente se ishin atje. Në moshën 15 vjeç, ajo i bindi prindit e saj që të linin të transferohej me vajze me një shoku të familjes në Camden, ku ajo kaloi pjesën tjetër të viteve të saj të adoleshencës në thelb pa mbikëqyrje, duke bërë vetë ushqimin, duke marrë urdhra për të pastruar dhomën e saj dhe duke bërë vetë të gjitha gjërat, ka shkruar më tej revista Rolling Stone.